Hina në Instagram për me I bosh share ndonjë post për repost ma kish bo blog, që kisha desh të fillimisht banorët pak me I komentu, janë krejt dinamik, do më thonë. Krejt po mbefasojnë çdo ditë, kështu që për zgjedhje e duhur. Që kam ka ndodhë ditën që ka fillu Bigo, e kom pa kushtrim Kelanin që ka hi në Big Brother, edhe kushtrimin e kom pas në emisionin tim të ftuar, është super djallë, edhe deshta mja jetë një support, edhe kur hina në Instagram për me I bosh share ndonjë post për repost ma kish bo blog, pyetja e vetën që kësha desh mja bo kushtrimet, edhe për këtë veprim që e ka bo, kësha dash me pa jashtë. Pra, po thu që I ke dhënë support të kushtrimit sa ka qenë e jashtë, si këngëtar dhe këtë paprit mas të bërë blog. Po, edhe deshta me jep support edhe tash që ka hinë Big, se e meriton, edhe është super djallë, edhe veç ma kish bo blog më ka që ditë. Po që shtë janë këta të Bigut. A ka pas ndonjë mosmarrëveshje mes juve dëve, diçka që nuk ka shku, apo këtë paprit mas së bloko? Jo, është shumë I mirë. Po, ku me ditë, nashta pjurritët manja që po hinë Big. Po thu që... Po, si për rritët mendja, kushtrimi është brenda, I bjenë që menaxhmenti I kushtrimit ka bloku. Thua që të ka bloku... Aje ka di që ka me hi? Thua që të anjes të kanë bloku para se me hi kushtrimi, apo... Po, sigur para se me hi. Okej. Që I kom rranë menaxherit. Okej, Redion... E du një sëqare më publik. Redion, thua që pajtosh ma njëzën që personazheve kur po hynë faktikisht në Big Brother, ashtu si që shpre Anjeza kushtimisht, po ju rritet mendja. Po sigurisht e pam dhe me reviewin e shkurtës mbrëm, nëse do që ta komentoj paksa se më çuditi, të gjithë e kemi suportuar dhe kemi parë si një burnesh kur u fut në prajmin e parë e një gruaje të fortë që kishte një kauzë shumë të dhimbshme për vllajën e saj, por kur u fut me një lloj plaçarike të Çakizit, nuk kuptoj paksa stil katunare dhe pse ajo ka një lloj zhargoni që unë në shumë të rasteve nuk u kuptoj dhe kam shumë të vështirë ta kuptoj se çfarë flet, se flet fjalë që nuk janë as në le të themi dialektin e Kosovës, po sigurisht ajo u fut me një lloj krenarie, me një lloj burrje apo me një lloj ngazëllimi se e shikoj si një lloj përzgjedhje që I kishte bërë publiku duke e parë veten si të preferuar dhe u fut në shtëpi me një lloj arsenali dhe gjeti personin e gabuar por të sulmuar, pra sulmoj Elionon që në sy të publikut deri më tani shikohet me atë dhimbshurinë, por edhe me një vajzë e cila është vetëm 18 vjeçe që po I menaxhon gjërat shumë mirë dhe nuk po prodhon drama, nuk po e përdor shumë historinë e saj. Nga ana tjetër, eskalimi që bëri me Labin, që shikohet kryesisht që është një fake dhe një histori e sajuar nga jashtë thjesht për të marrë një lloj vëmendje, nuk e di, më befasoi shkurta, prandaj e ceka dhe e komentova paksa tani.